Zoti Mullara, ju përmendët pak më lartësisht zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj, I cili ndodhet në Arati në një farë mënyrë po themi dhe konkretisht në Zvicër. Por çfarë ka ndodhur me këtë figurë kaq kontroverse, I cili më pas u bë një I penduar në azil, por ndërkohë s'pak nuk e ka thirrur, nuk e ka marrë në pyetje të paktën me sa dim zyrtarisht për ta zbërthyer në mënyrë që të nxjerrë gjithë aferat korruptive të kryeministrit dhe të qeverisë tij? Shiko, ikja e zëvendës kryeministrit tregoi se sa frikacak ishte ai zëvendës kryeministri në momentin e parë. Sa frikë e ka ligjin ai zëvendës kryeministri. Pastaj filloi pas një periudhë kohe të heshjes, filloi të bëj gjoja sikur do flasi dhe sikur do tregoj atë ngjarje ose atë pjesë korruptive që krijoi në qeveri. Por asgjë deri më sot nuk ka treguar me prova dhe me fakte. Vetëm ka folur gjëra të përgjithshme, bën sikur jeton në fshehtësi, po në fakt dihet edhe adresa e shtëpisë, dihet rruga, dihet banesa se ku jeton. Spaku nuk është në gjendje për të arrestuar, Interpoli nuk është në gjendje për të arrestuar, sepse të gjithë ta I komandon vetëm një dorë, I komandon dora e kryeministrit të Shqipërisë. Pra, kryeministri I ka kapur të gjitha alltat. Dhe këtë figurë e përzuri dhe I tha që mos fol. Dhe ky deri sot nuk ka folur, s'ka thënë asnjë fjalë ose të japi një provë konkrete të korrupsionit. Ky vetëm ka bërë show dhe asgjë më tepër. Pra, do thotë që ky është një frikacak I ligjit, ka hyrë deri ke zëvendës kryeministri, ka vjedhur në mënyrën e tij, ashtu siç I la kryeministrit të vjedhin të gjithë, me qëllim që t'i kishte të gjithë të bërë pisë me baltë dhe t'i përdorte në mënyrën e tij siç po I përdor sot të gjitha që heri lëshon dhe heri mbledh në borrin e tij. Sepse ky është zëvendës kryeministri që edhe po erdhi këtu nuk ka çfarë thot më tepër se ato që ka thënë edhe anej. Sepse vet ka vjedhur në mënyrën e vet, I ka fshehur të gjitha me mundësitë e veta dhe nëse ta e kapin një ditë, po që inshallah jo kjo qeveri, sepse nëse e kap kjo qeveria I mbyll shumë kollaj të gjitha letrat e akuzës së vet dhe shpëdhon, del I palakur. Nëse ajo qeveri që do vi do ta kapi, atëherë ati do I dali qumshi nënës për të vërtetuar dhe të rreguar mjaft mirë të gjitha vjedhjet dhe kusuret që I ka bërë në kurriz të këtij populli, sepse ka vjedhur në mënyrën më të shprehuar të mundshme, ka pa ta të gjithë ashtu e ndërtuan sistemi ta. Ta ndërtuan një sistem ku të gjithë të vjedhin dhe të gjithë të mos flisin, të heshin të gjithë në mënyrën e tyre dhe në një moment të gjithë të largohen nga Shqipëria. E njëjta gjë ka ndodhur me atë, e njëjta gjë do ndodhi dhe me çështjen Balluku, që kështu siç folën ta, edhe ajo një ditë bukur mund të largohet nga vendi dhe pastaj Spaku do thotë ta kërkojmë edhe këtë se nuk e dim se ku është. Pra, korrupsioni është ato nivele mjaft të rënda që nuk e di pse nuk ndërhyjnë edhe europianët, ndërkombëtar përpara, sepse kur vjedh njëri, gjithoni e ruan, se ka dhe I frikë. Por këtu tek ne me sa duket nuk e pas ka njëri frikë mba hajdutin, abuzuesin, shpërdoruesin e detyrës dhe shkelsin e kushtetutës. Kështu që edhe Belita dhe
Arben Ahmetaj janë që të dy njësoj, një prej që kanë vjedhur në mënyrën e tyre, kanë shpërdoruar detyrën në mënyrën e tyre dhe që të dy janë të parësuar sot, që dy bashkëpunojnë me SPAK-un, i japin rëshvetin SPAK-ut dhe ata bëjnë sikur i ndalojnë dhe këta bëjnë sikur flasin. Të dy palët janë njësoj. Zoti Mullaraj, kur mendoni në optikën tuaj, pra nëse ndërtojmë një hipotezë, kur mendoni se Arben Ahmetaj mund të paraqitet në SPAK dhe nga ato që mund të denoncoj, a mendoni se mund ta trondisë qeverinë e kryeministrit Edi Rama? Arben Ahmetaj nuk mendoj se do vinë në jenë SPAK. Nuk mendoj se SPAK-u do të arresojë në njerë Arben Ahmetaj. Dhe unë nuk mendoj që Arben Ahmetaj të ketë ato dokumenta komprometuese për cilët të trondisi shtetin shqiptar. Sepse nëse ai do të ishte një aktor ose një lojtar i kabinetit qeveritar, i cili ishte i pastër, ai do i kishte nxjerrë ujë si Pirisa. Por ai është bashkë me ta, ka vjedhur bashkë me ta, SPAK-u nuk e kap dhe e di se ku është, dhe prandaj thash që të dy lozin atë lojën që kur ishim në ndegjen i thoshim ku kam qefti. Dhe njëri fshihet dhe tjetri nxjerr kokën për ta parë dhe i thot fsheu, thot se erdha unë të kap. Pra, është një lojë e pisur që bëjnë të dy palët, si SPAK-u dhe Arben Ahmetaj, dhe Arben Ahmetaj asnjëherë nuk do vijë në Shqipëri. Arben Ahmetaj do vijë në Shqipëri vetëm kur të forcohet ligji. Nëse forcohet ligji, nëse nuk forcohet ligji, vazhdon me këtë temë, me këtë fuqi që ka sot, Arben Ahmetaj nuk vjen asnjëherë në Shqipëri, sepse i ka të blerë të gjitha, qoftë Interpolit, qoftë agentët e BKH-s, të cilët mund tentojnë të arrestojnë Arben Ahmetaj. Pra, kam pasur shumë mundësi për ta arrestuar dhe asnjëherë nuk e kanë arrestuar. Do thotë që Arben Ahmetaj nuk ka me gjë dorë për të kabinet qeveritar. Bëri sikur tentoi një gazetar të televizionit Syri, por edhe ajo unë i kam ndjekur me vëmendje, asnjë provë, fakt dhe dëshmi konkrete nuk kishte. Kishte vetëm fjalë përgjithshme dhe asgjë më tepër. Vetëm për një show dhe për gënjur të popull i cili pret me paduri që të hiqi kjo shpur e këtyre shpërdoruesve detyrës, e këtyre hajdutëve, me qëllim që të shpëtoj dhe ky vend një remin nga gjitha hajdut dhe shpërdorues dhe agent, të cilën mund të kenë shitur edhe vendin për sa i përket informacionit që kanë çuar në atë shërbim që ata kryejnë. Pra në atë shtet ku ata janë rekrutuar, mund të çuar dhe informacionet të cilat e ka dëmtuar sigurinë e këtij vendi. Por akoma jemi në momentin e parë kur është arrestuar Ermal Beqiri dhe nuk dim akoma se çfarë informacioni ka grumbulluar në Shqipëri dhe kujt agjenture i shërben Ermal Beqiri. Pra, nëse do të kishme një shtet fort, presidenti i Republikës duhet i kishte mbledhur në mënyrë urgjente që brëm, jo të gdhitet dita sot, por me sa duket presidenti fle gjumë dhe është i pa për ta kryer atë detyrë funksionale që ja ka dhënë Kushtetuta e Republikës Shqipërisë.